أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vëllezër të ndershëm, të qëndrosh në këtë muaj të bekuar, në vendin e dashur të Allahut Azza wa Jall, në çastet dhe kohët e bekuara, është një privilegj i madh që Allahu Azza wa Jall të ka përzgjedh dhe të ka dalluar nga të qerat. Sonte me emrin Allahut Azza wa Jall do ta shfletojmë një hadith të çmuar që e ka përzgjedh pejgamberi Allahut dhe na ka treguar cilët janë elementet e shpëtimit. Këtë hadith e ka nxjerrë Imam Ahmedi në musnedin e tij. Gjithashtu transmeton hadithin Imam Tirmidhi nga një sahabi i quajtur El Harith El Ash'ari. Na tregon për një ngjarje, për një porosi të Allahu Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall këtë porosi dhe këtë testament ja dërgoi gjithë ummeteve që kanë qenë para nesh, që nënkupton se pa këto elemente s'ka mundësi që të rizgjohet mëkambet një ummet në çdo zaman. Çdo kush i cili ishte hile diçka këtyre porosive s'ka mundësi që ai të mëkambet të ummet. Për këtë arsye sot do ta zbulojmë ne se ku e kemi problem. Transmeton thot pejgamberi Allahut, Allahu Azza wa Jall ka porositi Yahya ibn Zakaria me 5 porosi, që ai ti merr këto porosi, ti zbaton dhe ti mëson Ben Israilët. Ben Israilët pasardhësit e Jakubit alayhis salam. Të vepron metodet i tregon të qërë. Pra Allahu Azza wa Jall na mëson se para se ne ti tregojmë të qërve, ne duhem të gjindemi në to. E jo si çdo dikush dëgjojmë fjalë mos bikëshiri punë. Palati Yahya alayhis salam sikurse e vonoi këtë porosi. Dhe te zaku i tij, që ishte moshanik i tij, ishte Isa i biri Meriemës. Pra Isa dhe Yahya ishin te zak. Meriemi dhe nana Yahjes ishin motra, vajzat e Imranit. Dhe në një surë në Kur'an i Kerim, kaptina e tretë në rënditje e dita me madhe pas Bakaras është kaptina Ale Imran, që thonë të pejgamberi Allahut, lexoni këto di kaptina, se këto di kaptina në ditën e gjykimit ju vinë në formë të reve apo në formë të shpendeve që ju bojnë hije dhe ndërmjetësojnë të Allahu Azza wa Jall. Një familje e madhe. Cila është ajo familje e madhe? Familja e madhe që është Ale Imran, nga kjo familje kanë rrjedh di vajza të bekuara, që Allahu Azza wa Jall nuk ka dërguar pejgamber në moshën e vogël përveç se Yahya.
dhe nuk e ka veçu me mrekulli të flet në gjep vetëm i saj. Pra këto ditë e Zak kanë jetu me një vakt, me një zaman. Dhe Isai a.s. e korrigjon Jahja. Dhe i thot, porosinë Allahu ta peçon ti në vend apo unë ta dërgoj. Do njëri vëllezër për ata të cilët e neglizhojnë, e volojnë porosinë dhe testamentin Allahu. Jahja a.s. tha, jo se kam frikë se to kam shlon ngëlltit apo më dëshkon Allahu nëse porosinë që Allahu ma ka dhonë e voloj unë apo jalon dikuj ta krije punën temë. Çdo kush, çdo musliman e ka për borxh me përcjell dinin Allahut, jo vetëm Allah. Se në dhe ne në trupin tonë kemi, na i thëjmë rruzat kuqe dhe rruzat bardhë. Rruzat e kuqe janë për me përcjell ushqimin në çdo skajt të trupit. Këto janë xhematlit. E rruzat e bardhë janë xhallar që rezistojnë çdo infektimi t'jashmëm që silon me imrenë në trup. Amona alhamdulillah që kanë lënë edhe xhallar të kanë lënë edhe xhematli për këtë arsye viruset na kapin sa dalmi te pragi i derës xhamis. Atëherë po Jahja a.s. i grumbulloi të boj ben Israilet në xhamin e Aqsa. Aq u mush derisa dhe ma fili dhe s'kishte vend krejtin. Tha Allahu më ka porosit me 5 porosit. E para, me adhuru vetëm Allahun azza wa jall dhe mos mi bën shok atij ortak. Shembulli i atij që i ban ortak Zotit dhe vet, sikur shembulli i një pronari që e ka gjetë një punëtor e ka punësuar në firmën e vet. Dhe pastaj tha e ka qenë në lokalin e vet, në dogajën e vet, në fabrikën e vet, në pontorinë e vet, dhe i ka thonë këtu është puna jote, të tjera jote, e grumbullimit të ardhurat në mbrëmje më jep mua. Edhe kjo është shumë normale, po. Mirë po tha, i tanë ditën punoj, kur vike akshom ja ip ki që tërkujt ato të ardhurat dhe grumbullimet. Ta cili për ju kish pranuan me pas që shto një punëtor. A i shekon në razi me zonë një punëtor që me ta qumë pro pas fabrikën tonë. Firmën tonë me ta falementu. Thanë Ben Israil të asjoni. Tha kështu është Allahu azza wa jall ju ka kriju dhe ju ka fornizu. Nëse i bani ortak, është sikur qëtër kanë me falemendëru. Arriti me sa që po. Tha 2. Allahu ju ka porosit ta drejtoni namazin, jo ta falni vetë. E njoni prej neve thot, qish drejtohet namaz? Allahu ka thonë, aqimu salat. Drejtoje namazin tanë. Se me falë nuk diskutohet. Se me vazhdu islami jot dush mu falë. Me drejtu namazin, vitë që këtë hadith me ditë për islamit nuk duhet qëtër. Qish si ta drejtoj namazin? A donë që namazin ta jap efekt? A donë më knoqë namaz? A ke dëshirë që jipsh hakin edhe t'ja krish Zotit tanë namazin qish e donë Allahu? Cili ka qef? Atërë ndëgjone, që ka tha Jahja që i porositi, në porositi dhe pejgamberi Allahu dhe neve. Tha kur tish namaz përqëndrohën të. Mos u shpërqëndro nga namazi jot. Mos i qo men të tërka. Vetë shkojnë, di. A më përpiqu ta kuptoj që kjo që i vijon ka me të nimu shumë ti me ndreq namazin ta. Tha kur t'hish namaz, kur t'u ish Allahu Ekber, Allah është më i modhi, Allahu tha me fytyrën e vetë kthehet ka ty, kur në thot robi jem, këshirëm të shësimu. Allahu drejtohet e ty, tha deri Allahu qëndron me ty, deri sa nuk shpërqëndrohesh nga namazi jot. Nëse shpërqëndrohesh nga namazi jot, Allahu e kthen shpinën dhe ai shpërqëndrohet. Po tha njëri për neve, po
helbet me çku mend tjetër ka ilaç. Ta bëjmë me Allah. Nëse vjen shejtani dhe ju ngacmon çeton thot. Sa ja përpiq me të nalë të kafja, së në kanal. A përpiq me të nalë në udhë, së në kanal. A përpiq të dera që në telefon njoni bashkë pas që atëre të ka thërë, së në kanal. Ti apet gjamin, ka thonë e tash, atëre ti qoj men që tërka. Ka thonë nëse ndodhë thuni e udhë billajmë në shejtanë rajim në veti, edhe pështim anën majtë 3 herë. Me pështim, jo ke qetërin me pështim ato. Po pështim pa 3 herë. Shejtani largohet në apetëve projë. Deri sa shejtani ka mu dërzu. A më njoni prej selebve tha po une ka 300 herë tha baja mo. Une kiton e kiton dhe. Stel gjatë, mos u tuq. Kemi pas një hoqë, një shok të lebe në Gjermani, mam, a be tha ju të ri që shkini dalë be, gjipe kom të pi hapë një atit. Dhe ju be gjipin gjanën i kom, të po. Ta përse sunet, sa shmi hapë shumë kom, a ma dhe mi ngushtu shumë, jo. Që që kje trupin që është do më vëllo? A ma mi përbje komët me njëri me qetëri, mos me i shejtani, ka hadithi për nga meri. Për nga meri Allah tha unë e shof edhe para edhe për mas. Ju kur s'pi bashkoni komët njëri me qetëri, tha po i shof shejtanët se kur kingjët e voglit zipu ka qarkullojnë mes juve. Para ta 40 vetë falet njëri me qetëri, apet s'po i morin njëri me qetëri, se dojnë, se këto s'janë gjitë njëri me qetëri. S'janë afru. Afrimi komëve a sunet të pega me Allah. Pratë ti kishte thonë këti, po ju që pi gjanoni, atërë po i ke nërkom. E ki hoxha di ka thonë, jo, mërë. A dini Ademi a.s. babës tonë, shejtoni s'ka pranu sesh dhe mi bon e halitan me hi nërkom. A i ka dalë për gjeneti, për shkak se si ka po sesh dhe halitan për hi ka nërkom. Shejtoni nuk e nërkom. A i nuk e në nëvleson dhe të në vetë. Para të dhe të ndërshëm, Allahu drejtohet me rahmetin e vetë. Allahu drejtohet me shiqimin e vetë. E ku të shiqon Allahu, a di shka do? A di shka do? Njëherë Allahu me të shiqu me rahmetin e vetë, nuk duhet më shumë, se të mirët e dunjos dhe të akiretit Allahu tjerë. Se ka shiqu Allahu dikan me rahmet, dhe dhe më ka më shiqu. Waqib në Gjerahi dha kur e shifshmi në udoket në fjallë shumë shkëlqente në fityr, thue se kja është melek. Allahu ka thënë Kurani Kerim, vujuhu jaume idhim musfirah, dahiketum mustabshirah. Ditën e Kiametit kemi pa do fityra kanë me shkëlqej. Ibn Abbasi tha, a keni dëshirë me ditë cila fityr shkëlqen ditën e Kiametit? Tha fityra e namazliut që ja përqëndru namazin e ti në veçantit notës. Kabe al-Ahbari thëjke notën, a përshë ju që një të një nëjtë. Me leket prej që eli ju shqyqojnë sikur ije në tokë. Ju jeni ijet e tokës për banorët e që elit, sikur që janë ijet e që elit për banorët e tokës. Shkëlqej. Kush e banë që këtë namazë? Mos o kje problem se nëse në punë, shkorë sa ba. Allahu ka me tonë ku vetë. Ka premtu për nga mërë Allah. Së munjet Allahu ti ka me të largu. Ka me të afëru Allahu azza o gjëll me të dashë. Ka me të pastru Allahu dhe ka me të gradu dhe më ngritë. Shka po do më shumë? Po dhe drishkin e zemrës Allahu azza o gjëll ka me hek. Jahja Razi thëtë, ilaçi drishkit të zemrës janë 5. E para leximi i Kur'anit, e dita namazi notës. Namazi notës. E treta me hongër më pak. E katra tanë sifir me bo istighfar. Njeri kur qonë një firë, Allahu azza wa jall zbret rahmeti ti. Kohën e sifirit, Allahu azza wa jall të ku janë ato që kërkojnë falë, istighfar. Sifir ban istighfar, astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. S'ka ibadet më i mirë se ki.
Për këtë arsye, drishkin e zemrës të hek. E treta prej porosive të Jahjes, tha Allahu ju ka urnu të agjeroni. Agjerimin që ja ban për Allah është sikur një njeri që e ka në gjepin e vetë një qese me parfim. Kej që si në kolla të qka be ki parfim, kur që si erome s'kene në hotë. Shpesher mu e veti kur linë dhe njerë se më binë parfim, i kamerat. Edhe ato që s'u kanë prunet në më binë, s'ka problemi pranoj. E dhja s'kthejt, apo. E njoni tha, o gjo, a ki mundësi, ku për shkonë të numre? Ta ki mundësi një parfim që si e ta më pru, thash jo. Tha pse? Tha se kjo është liqë për o gjolloh. A mo shumë me pëlqenë, nuk o për që ta më përshën për o gjolloh. Që ishte e shtrejnë, për ata, jo për qëtër. Pra vëlledhe të ndërshëm, ka thonë si kura i parfimi që i pëlqenë, lejsh më prej qërë një. Ani edhe qërën në dhe të vi. Ka të kur njoni qëri parfimosët, kejtë në otin e remirë, qëfar erë. Ka thonë, kjo është aroma e agjeruesit. Me lagjit kur selën për në tejë, ti agjeron? Që këtë arome në hotë. Po në gjenet nuk ka parfim më të qmuar, më të mirë se sa era agjeruesit. As era e gjakut të shahidit nuk e arrin që këtë nivel. Numër 1 në gjenet janë agjeruesit. Para transmeton me kuli i cili thot, kur ti në balor të gjennetit, agjeruesit të qelë dera rejoni ti në mrena, e në hodin e jertë dhe kanë shumë. Ja, la pika erë të hinën agjeruesit. A përshë Allahu sa ka dash ti, e sa njerëz janë privu nga kjo. Dhe e 4 për atinve tha, shembli i ati që jep sadaka, zeqat, sadaka, jep t'ja. Për vete ki, Allahu s'ka nëvi për ti. Ka thonë shembli ati që ja zonë në robë. Dhe e kanë morën ditën e festës, e kanë qitë në cungë. Ka morë sakicën me apre kokën, ka thonë, a banë be unë ta flijoj vetën, ta shpaguaj vetën. Ka thonë me qka, me kejtë që e posedoj. Sa be pagun t'i vetën? Të ca i lipni 5 milion euro i japtë, a më jipni me rata, edha ki jep, dërisa e robe. E robi i Allahut nëse donë, e di dikush, ashtë kimi letë, jep të lirot, ka thonë për emir Allahut. Ka thonë, bujaria di që është, si e leki, i veç, je lekin e luftës, me vesh, pancer me vesh. E din këtë qeveritarët, kur shtrëngore, ki pa këtë gjiksim, s'kujto se aja është kur do një rëzvet, po gjiksim më ruj, pancirin që i ka. Ka thonë, qa që mbush njeri ku mos tjape i shtrëngohet, dhe lisa të imë rejna. E shtrëngohet zemrë. E disa familje kanë problem me që këta? Amo njeri që shë liron një lekin, ato pak me gjanu pak. XL më konë, ti XL, mi bon pin S më bon, ka thonë të dhonë, jep liror, jep liror, jep liror. Deri sa njoni më tha dhe shumë trektar njof, që më tha pasha Allah me di se shka ka me dhonë, do thonë që me dhonë ti, nuk uste se biznisi, jep se të ka, me dit nuk ishim po trektivi që me Allah. Unë njof njerë, si s'kanë pas kur gjonjë, dhe po milionerë të dhonë. Amo me një kusht. Ta njoni më nësër që e jep një, Allah më jep dhejtë. Të të ajve të provoj dhënë, e jep një ditë. Jep njoni një 15 dinar. Pritë se pivin 150 s'ka, pritë shkoj një muj s'ka. Mara thot të filan ti. Ti a lujte me neve? Pse? Ta për i dhash mara s'ka kur gjohë. Tha, vëllah mu i tha më ndodhin se unë i jep, tha, 100 euro, 1.000 më nërë më japë. Sot i jep 100, shkon disa dit 1.000. Tha po qish për ti, qish, pse te unë e jo, shakan për të farasejti të në, o ti dhe ngohë. Unë kur ti jep, tha e di 100% Allah më këtë. Se jam të bon biznis me kanë me pasanikin, apo?
Amo ti e ki dhonë me provu Zotin tanë. Kush jebe ti me provu? Ta provoj apo mje. Për këta si Allahu ati je ka vënu. Sepse Allahu ka dhonë, është i ka dhonë shnet, është i ka dhonë. Allahu është falënderus. Allahu nuk shtirë ben kandarin tanë, se kandari është kërkun iqë. Ta shembli ati që jep, a shembli ati që cili akon në gjendje kritike dhe ka shpëtu vetën e vetë dhe e pesta, ta aj që e përmen Allahun vazhdimisht, e përmen Allahun banë të kërë, a sikur një njeri që e ndjekin shejtanët për masën, e ndjekin armikët për ta zonë, për ta kohë, si arratisuj, ka hi, edhe policia në tonë, emin kufia kanë qitë, maricat gjallë shmaj, a mo kitha shkaman shkon me një kështjel fortifikatin mrena dhe ato se lezonë. Kështu ashtë me përmen Allahun. Me përmen Allahun azza wa gjell njeri fortifikohet. E disa fortifikohet? Allahu ka thonë lehum muaqibatu min bejni edeju min khalfi jahfadhune min amrillah. 4 me lek Allahu i qonë të rëproje që e rujtë atë. Një parë, një në gjallë, një në shmajt, një përmës. Kush mund me prej? E ti ki arë sonde me përmenë Allah, në po? Kur dirë shpika, 4 me lek, 4 special sa për cejnë. A i ki e bolë. Po 1 me lek, këtë special zë të dënjohës buqusët të bëjnë kërgjohë. Tamam? Dhe tha për jamere Allah, tha, edhe une për ja përësit, edhe une për jep një 5 përësit. Une vish me përmenjë të 5 përësit. E para, ma një gjemotit të muslimanëve, ehli sunetit. E dyta, edhe kjo me që tishme që kam ledzu në literaturën islame, me ndëgju dhe me respektu krijetarin, qeveritarin, musliman. Këto hadithe mu e më kanë shukat, po tham një 20 vetë zë li kuptoj ishë në pse. E a besoni se shti frikë i kam zbëlu? Shka do me thonë, pse ka thonën hadithet me së respektu qeveritarin? Nga se zullumqari maj madh musliman nuk ka kompetenca sa maj drejti demokrat. Hajjaj ibn Yusuf të ka fi zullumqar, e ka minë Said ibn Jubair, apo? Amo, a i ka pas kompetenca sa këto demokratët tonë, bashkohor, që i kanë jo? E dini pse? Se në qeverin islame, qeveritarët e kanë viç një kompetencë. E kanë viç ekzekutivi. E mini vesh ekzekutivi, me zbatu. Ligjdhenjën e kanë dorë? Jo, se Allahu dhe pejgamberi. Se Allahu dhe pejgamberi se kalon njerëzve, mos ta bojnë me ropin e një qetrit. Ditën e dillë dhe qelë dukojnë 5.000 euro dënim. Pse? Po në të qarin dhe marë qira në teme se kanë vjesuj, kur ka daule se praznik. Dita dillë në sheshenjë. Po e gjumoja? A, gjumoja ndryshon. Po unë jam musliman. Ti për vetik. Thuj e ti tonit në talipit të da. Amo ti e kishkel këta, robrim të njëri qetit. Amo me liq, me faktur, jo, këtura s'ka. Për shemë, në islam, ta kuptoni pse o gjallar janë konë mbretat qeveritarë. Hadis Iz ibn Abduselami, a dini se qeveritarët mbretat i ka qitë në bazar dhe i ka shqit? A keni një dhe njerë për qëtu? A dini pse ato kanë pas dropi o qallarë? Son të kuptoni dhe me këta me përfundoni, dise zgotë. E para për atënve ashtë se thash ligjdhenja i takon Allah dhe pejgamberit. As hoxha, as qeveritari, as kushi s'ka drejta të përzijet. Allah është i drejt me musliman dhe jo musliman. Kjo sistem s'ki e drejtët. Qoftë edhe nëse është jo musliman, s'ki e drejta me adel gjokinët, s'ki e drejta me amor malë, s'ki e drejta. Për shkak se Allah s'ta ka leju, s'ti ka lënë këto kompetencat ti me mojmë ledhje, po vendosmi, qish pi trajtojmë tash këto? S'ka kështu. Që këtë shëriat, kush e kanë shpjegu? Hoxha Allah. Mirë. Aspekti i gjikatës, pavarësia e gjikatës në kompetencët e kujt ka gjithë? Kompetencët e Allahut. Inil hukmu illa lillah, Allahu gjikon. Këta kush ja kanë spjegu metit?
Hoxhallar, gjikac, kush akon? Hoxha. Medresonti apo jo medresonti me drezeve të qeveritarëve, po medresonti me drezeve të vakëfit. Për ata Sulejman Kanuni e ka prish këtë shtetin Osman, një ndër arsijet për këtë arsye, se medrezet pastaj kanë filluar shtetin mi financuar dhe kanë dalë që të ke Sheikh Abu Kadri Kasraveca, kupton ato gjikac. Ndërsa, kur kanë qenë përpara musliman, medresonti s'ka një për qeverinë. Unë jam i pavarur. Medrezja financohet për muslimanëve. Për këtë arsye gjikaci e ka shtin Qadi Shurejh Ali ibn Abi Talib. Ulun bong dhe që i futin në qëtërënon. Ja Ali, qa puna? Thotë vallaj, kupton që ki e lek ashtë jemi. Që i futin? I jotë. A jemi. Dhe ka gjiku Qadi Shurejh që i futin. Ka thonë vallaj, Ali ibn Abi Talib, vallaj jemi. Argument? Belum argument, shëriati ka thonë, bel fakt, s'ka provat. Kuj ki e provat? S'ka provat. Gjikon për që futin, a i thot, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wallahi e lekja shëriati, po mas i kanë ka ki shëriat që pas ka mundësi dhe prisin e musliman me ullë bong barabar me mu, kjo është feja cila kuton mu në ka mungu neve. Gjikatën. Çështjen mediatike, kush e ka? Në shëriat. Hoxhallar. Hoxhallar në mimber, hoxhallar në kursi, hoxhallar e shpegoj njërë. E qa ka ki shkëreti ki sultani, ki veç me përfiu atë që e kanë shpjegu hoxhallar. E për këtë arsye musliman janë konë revolucionar, ta në histori, Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi Allah ka thonë, ndëgjoni respektoni, ani se aqërtoni, ndëgjoni respektoni, ani se katin një lëshim, ndëgjoni respektoni, për shkak se, për pak e shumë mekanikën që vinë. A më tash, kush e ka ligjdhënien? Qeveritar. Gjikatën? Qeveritar. Mediat? Qeveritar. Ekzekutivin? Qeveritar. E kuptove Ribi ibn Amir kur i tha Rustemit, çka jeni arab që jeni çupesh? Tha, ne kemi arë që t'i lirojmë njerëzve nga robrimi njëri qetrit dhe t'i bëjmë robë të lirë të Allahut. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na dhuron lirin, ta gëzojmë lirin, ta falemndrojmë Zotin e Madh i cili ka kujtuar për çdo rast dhe çdo moment dhe për çdo këngë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.